Askush nuk e dinte sa fort po luftonte ai brenda vetes. Për botën, ai ishte gjithmonë i fortë, gjithmonë i qetë, gjithmonë me një buzëqeshje të zbetë. Por kur errësira binte dhe ai mbetej vetëm në dhomën e tij, pesha e shpirtit e rrëzonte. Ajo natë ishte ndryshe, më e randë, më e thellë. Ai u ul në shtrat me sytë e mbushur me lotë dhe zemrën që i rrihte fort, si ti ishte në luftë me vetveten. Me një zë që mezi dëgjoi, ai përshpëriti. Zot, nëse ti ende flet, fol me mua sot. Asgjë nuk ndodhi, as zë, as dritë, vetëm heshtja. Dhe heshtja i dhembi më shumë se çdo fjalë. Ai mendoi të hiqte dorë, mendoi se ndoshta ishte harruar, por thellë në shpirt, një ndjenjë vogël i tha: mos u dorëzo ende. Atë natë ai nuk fjeti, vetëm priste, pa e ditur që agimi do t'i ndryshonte gjithçka. Të nesërme në mëngjes, ai u zgjua me trupin e lodhur dhe mendjen e turbullt. Zemra ishte rënduar edhe më shumë nga pengesat. Nuk kishte forcë, por diçka brenda tij e shtynte të dilte jashtë. Doli në rrugë pa një destinacion të qartë, duke ecur sikur po ikte nga vetja. Teksa kalonte një rrugicë të vjetër, syti i ran mbi një kishë të vogël, të thjeshtë, me derë druri dhe dritare të pluhurosura. Ai nuk ishte fetar. As nuk e kishte zakon të hynte në kisha. Por atë ditë, diçka e ndali, diçka e padukshme. Ai u afrua ngadalë dhe hapi derën. Brenda ishte qetësi absolute. Dritat e qirinjve ndriçonin butë muret e vjetër. Ajri ishte i rëndë, por i qetë. Ai u ul në fund të kishës dhe uli kokën. Nuk dija si të lutem më, përshpëriti. Por Zoti po e dëgjonte më shumë se sa ai e imagjinonte. Ai qëndroi ulur për disa minuta pa lëvizur. Nuk dinte çfarë të thoshte, as çfarë të kërkonte. Fjalët i ishin ngatruar në fyt. Por ndërsa heshtja mbushte ambientin, diçka ndodhi brenda tij. Zemra filloi të fliste përpara mendjes. Lotët nisën t'i rridhnin ngadalë në përfaqe. Nuk qante për një problem të vetëm. Qante për gjithçka që kishte mbajtur brenda për vite me radhë. Frika, zhgënjimi, humbjet, tradhëtit, dështimet, të gjitha dolën një herësh. Ai ndjeu një ngrohtësi të lehtë në gjoks, jo si zjarr, por si një përqafim i ëmbël. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu paqe. Jo në jetë, jo në rrethana, por në shpirt. Ai nuk e dëgjoi ende zërin e Zotit, por ndjeu praninë e tij. Kur u ngrit për t'u larguar, ai ndjeu një ndjesi të çuditshme. Nuk ishte zë që vinte nga jashtë. Nuk ishte tingull. Ishte një mendim që nuk dukej si i tij. Një fjalë e butë që i preku shpirtin. Unë nuk të kam harruar. Ai u ndal në mes të derës. Fryma i u ndal për një çast. Si ishte e mundur? Ai nuk kishte dëgjuar asgjë me vesh. Por ajo fjali ishte aq e qartë, aq e fortë, sa që nuk mund ta mohonte. Ai doli nga kisha i tronditur. Rruga ishte e njëjtë, qielli ishte i njëjtë, por diçka brenda tij kishte ndryshuar. Ai ende nuk e kuptonte, por një proces i shenjtë kishte filluar. Zoti nuk kishte folur me bubullima, kishte folur në heshtje, atje ku vetëm shpirti mund ta dëgjojë. Të njëjtën ditë, sapo arriti në shtëpi, telefoni ra. Ishte një lajm që ai nuk e priste. Një derë pune që ishte mbyllur prej vitesh, pa pritur u hap. Por bashkë me këtë lajm, erdhi edhe një frikë e madhe. Nëse dështonte përsëri, ai u ul dhe filloi të dyshoj. Ndoshta ishte thjesht rastësi, mendoi. Zëri frikës i fshinte ngadalë gjurmët e asaj që kishte ndjerë në kishë. Por në atë moment, syti ran mbi një copë letre që nuk e mbante mend ta kishte parë më parë. Mbi të ishin shkruar këto fjalë: mos u tremb, unë jam me ty. Lotët i ranë përsëri. Këtë herë, jo nga dhimbja, por nga frika e shenjtë. Zoti po fliste, dhe kjo ishte vetëm prova e parë. Ditët që pasuan ishin një betejë vërtet mendore. Një zë i thoshte:
është Zoti, ndërsa tjetri i përshpëriste, mos u mashtro. Ai ndodhej mes besimit dhe frikës, mes shpresës dhe dyshimit. Ai filloi të kujtonte të gjitha herët kur ishte lutur dhe kishte menduar se ishte harruar. Të gjitha premtimet e thyera, të gjitha dyert e mbyllura, dhe mendja i thoshte: edhe kjo është vetëm një iluzion. Por shpirti i tij tashmë kishte prekur dritën, dhe kur dikush prek dritën, errësira nuk mund ta bindë më si më parë. Çdo natë ai lutej. Jo me fjalë të bukura, vetëm me sinqeritet. Zot, nëse je ti, më udhhiq. Dhe Zoti po fillonte t'ia përgjigjej. Një pasdite, ndërsa ecte në rrugë, ai pa një plak të ulur në trotuar. Njerëzit kalonin pranë dhe askush nuk ndalonte. Diçka brenda tij i tha: "Ndalo." Ai nuk donte, kishte nxitim, por ndaloi. Plaku e shikoi drejt në sy dhe i tha diçka që ja ndali frymën: "Zoti të ka zgjedhur, por ti ende ke frikë." Ai mbeti i shtangur. "Si e dini këtë?" pyeti. Plak buzëqeshi lehtë. "Nuk e di unë, e di ai." Kjo ishte shenja që ai nuk mund ta mohonte më. Zoti po fliste jo vetëm në zemër, por edhe përmes njerëzve. Pas takimit me plakun, ai nuk ishte më i njëjti. Fjalët e tij i kumbonin në mendje pa pushim. Zoti të ka zgjedhur. A ishte e vërtet, apo thjesht një rastësi tjetër? Por ndryshe nga herët e tjera, këtë herë zemra nuk e mohonte. Kishte një qetësi të çuditshme, një siguri që nuk vinte nga logjika. Atë natë ai ndërroi sikur ecte në një rrugë të gjatë, të errët, dhe në fund të saj shfaqej një dritë e fortë. Sa më shumë afrohej, aq më shumë frika i zbehej. Kur u zgjua, syt i ishin mbushur me lot. Ai ndjeu se thirrja kishte filluar. Për herë të parë, ai nuk pyeti më: "Pse mua?" por "Çfarë do nga unë?" Disa ditë më vonë, ai u përball me zgjedhjen më të vështirë të jetës së tij. Të vazhdonte jetën si më parë, apo të ndiqte një rrugë që nuk e kuptonte plotësisht. Frika e të humburit gjithçka luftonte me dëshirën për të fituar më në fund paqen. Ai u mbyll në dhomë, uli dritët dhe u ul në gjunjë. Duart i dridheshin, zëri mezi i dilte. Nëse kjo është vërtet rruga jote, më jep guxim. Të nesërmen, ai filloi të ndryshojë gjëra të vogla. Mënyrën si fliste, mënyrën si reagonte, mënyrën si shikonte njerëzit. Egoja e vjetër luftonte për të mbijetuar, por shpirti tashmë kishte marrë drejtim tjetër. Ai filloi të ndihmonte pa u parë, të falte pa kërkuar arsye, të lutej pa kërkuar prova. Dhe çdo herë që dorëzonte nga vetja, ndjente se merrte diçka më të madhe. Një tjetër derë u hap. Pastaj një tjetër. Gjërat që dikur ishin të pamundura, tani po ndodhnin. Jo me njëherë, jo perfekt, por hap pas hapi. Dhe çdo hap ishte një provë se ai nuk ishte më vetëm. Ai filloi të kuptoi se Zoti nuk flet gjithmonë me fjalë. Ndonjëherë flet me rrethana, me njerëz, me kohë. Dhe tani, ai po fillonte t'i dallonte ato. Në heshtje, një nga plagët më të vjetra të jetës së tij u shërua. Një kujtim që gjithmonë e lëndonte, tani nuk e kontrollonte më. Ai nuk kishte harruar, por kishte falur. Dhe falja e kishte liruar. Për herë të parë, ai nuk ishte më robi së kaluarës. Nga jashtë, ai dukej i njëjti njeri, por brenda ishte i rilindur. Frika nuk sundonte më. Dyshimi nuk komandonte më. Tani ishte besimi që udhëhiqte çdo hap. Njerëzit filluan ta vinin re ndryshimin, dhe ai kuptoi. Drita nuk flet, ajo shihet. Në një natë lutjeje, ai ndjeu diçka të ndryshme. Sikur zëri i Zotit nuk ishte më vetëm për të,
ishte për dikë tjetër. Për njerëz që po luftonin në heshtje, si ai dikur. Dhe ndoshta ishte edhe për ty. Nëse po e dëgjon këtë histori, nuk është rastësi. Zoti ende flet. Jo gjithmonë me zë, por gjithmonë me qëllim. Ndoshta sot, ai po flet pikërisht me ty. Mos e mbyll zemrën. Mos e shtymë. Zëri që po kërkoje, ndoshta është ky.